Ne kemi komplekse prej fesë Allahu xhallal xhelaluhu si musliman, po sot nëse shkojmë vendet evropiane, shohim se mjekët musliman aty, fjalët e tyre janë shkruajtëm ose portret e tyre, fotografitë e tyre janë dvarta në fakultetet e tyre të mjekësisë. Si Ibn Sina që është një mjek musliman. Ata nuk kanë komplekse, ne kemi komplekse, themi se jemi musliman, jemi edhe për dynja edhe për ahiret. Po inshallah taala nëse ne i bindemi Allahut, nuk na vjen turp prej fesë Allahu xhel xhelalu që ta ekspozojmë çdo vend, edhe në publik, edhe në shtëpiat tona, atëherë Allahu xhel xhelaluhu da sjell bereqetin dhe zhvillimin e muslimanëve, se nuk është ashtu siç thonë mediat e njerëzit që nuk u duan muslimanëve të mirën, Islami neve vetëm për para na çon. Numrin 0, një matematikan musliman e ka Harezmi që është, e ka zbulu. Ndërsa në atë kohë, në Evropë, në Perëndim, për ta shkruaj numrin 10 vija kanë bë me një flet. 10 vija ka bë, jo 1 dhe 0. 0 e ka zbulu një musliman.